Çka është një aritmi edhe si mund të dallojmë që kemi problem me ritmin e zemrës? Cilat janë ato simptomat e para? Po, atëherë aritmia ose disritmia është një çrregullim i ritmit të zemrës. Pa zemra është një organ i cili që nga lindja deri në vdekje gjeneron impulse elektrike, pa u lodhur, domethënë prodhon vetë ngacmohet, pra është një ritëm i cili në mënyrë të natyrshme zhvillohet. Në rast se kemi shmangje nga kjo normë, domethënë zhvillohen ato që quhen aritmi, të cilat mundën me qenë aritmi në kuptimin e ritmit të çrregullt, ritmit të shpejtuar, ose siç e quajmë ne bradiaritmi në kuptimin e një ritmi të ngadalt, ose një ritmi i cili nuk përcjell impulsin në të gjitha pjesët e zemrës. Sigurisht trajtimi i aritmive bëhet gjithsesi në Kosovë, sigurisht edhe në gjithë vendet tjera, domethënë aritmitë e thjeshta mund trajtohen ndonjëherë takarditë e thjeshta sinusale ose eksasistolat edhe nga mjeku familjar, edhe nga internisti, edhe nga kardiologët e përgjithshëm, po megjithatë ka raste kur çrregullimet e ritmit janë më specifike dhe kërkojnë një ekspertizë më të lartë. Dhe pikërisht janë ato raste me të cilat ne po merremi vazhdimisht. Në mesin e aritmive, aritmia absolutisht më e shpeshtë është fibrilacioni atrial, që shumë njerëz e dinë, dhe pesha e kësaj aritmie është aq e madhe saqë sot mendohet që rreth 2% e popullatës përgjithshme vun nga kjo lloj aritmie, ndërkohë që me shtimin e moshës, pra të moshat më të vjetra të gjitha aritmitë, në mënyrë specifike fibrilacioni atrial vjen duke u bërë shumë i shpeshtë, madje ai shkon në 10% të popullatës së përgjithshme. Problemet e aritmive janë jo vetëm ndjenja subjektive që njerëzit kanë lidhur me ato rrahjet e çrregullta të fuqishme ose të shpejta të zemrës, po edhe me pasojat që vijnë nga to. Disa aritmi dorën zemër janë, siç i themi ne, kozmetike, nuk kanë ndonjë pasojë shumë të madhe, krijojnë pra vetëm simptoma klinike, po disa tjera mundën me qenë mjaft të rrezikshme dhe një pjesë e tyre, siç janë ato disa aritmi ventrikulare, fatkeqësisht mundën me shkaktuar edhe vdekje të papritur kardiake. Dhe kjo bëhet akoma më e rëndë kur kjo paraqitet te një person i cili paraqykohet si shëndosh, sepse bëhet fjalë për çrregullime të pastërta elektrike në disa raste, ku befasisht pacienti i cili deri me dje është konsideruar i shëndosh në moment thon një arrest kardiak dhe në qoftë ai ka fat të reanimohet dhe mbijeton, në qoftë se nuk ka fat përfundon fatkeqësisht fatalisht, por një pjesë tjetër aritmive janë ato që shfaqen në grupin e pacientëve të cilët tashmë kanë sëmundje të ndryshme të zemrës. Për shembull, një pacient që ka një hipertension pa kontrolluar, një diabet pa kontrolluar, që ka sëmundje kronike mushkërore pa kontrolluar, çrregullime të balancit elektrolitik, që ushqehet në mënyrë jo të shëndetshme, është obez, ka çrregullim të funksionit tiroides ose ka sëmundje madhore kardiake të tilla si infarkti në zemër, pamjaftueshmëria e zemrës, sëmundje valvulare, pra gjithë këta pacientë janë të prirur për të bërë çrregullime të ritmit në sfondin e sëmundjes bazë që ata kanë. Pra këto janë aritmi të cilat shfaqen si pasojë e një sëmundje të themi ne organike, qoftë e zemrës, qoftë edhe jashtë zemrës. Kurse pjesa tjetër aritmive, kur ato shfaqen si sëmundje të izoluar, shfaqen të personat që në aparencë janë persona të shëndosh. Po kur duhet këta pacientë që kanë të lashje të tilla të kërkojnë ndihmë nga specialisti? Fatmirësisht sot edhe niveli i vetëdijësimit drejt sëmundjeve kardiake në përgjithësi dhe aritmive në veçantë është mjaft i lartë, pra njerëzit sot kanë falë edhe punës që bën Jusi Media në sensibilizimin e njerëzve, po falë edhe teknologjisë që na ofron informata të shumta, ka shumë njerëz që edhe ndryshimet minore në ritmin e zemrës ose të shëndetit të ritmit të zemrës i referohen specialistit. A janë për të shqetësuar gjitha? Sigurisht, fatmirësisht që nuk janë gjitha, po gjithsesi një vizitë te kardiologu me një EKG, që është ekzaminimi më bazik, pra ndonë se EKG është ekzaminim mjaft i vjetër, që ka mbi 100 e sa vite që është në përdorim klinik, nuk e ka humb vlerën e vet sa i përket çrregullimeve të ritmit, pra mbetet një ekzaminim bazik. Dhe një EKG është e qasshme, po mendoj gati në çdo institucion shëndetësor bazik. Interpretimi i EKG-s mund të bëhet nga specialistët e trajnuar për këtë fushë, madje sot ka edhe metoda tjera tashmë me inteligjencën artificiale ose me metoda tjera të cilat mund ta bëjnë një interpretim bazik të EKG-s në rast se ka ndonjë dyshim, menjëherë që rekomandohet që ata të bëjnë një vizitë te specialisti i ritmit. Ndërkohë që rastet pak më të rënda ose rastet që kërkojnë një lloj si themi një lloj alarmi më të lartë, janë rastet të cilet këto çrregullime të ritmit shoqërohen edhe me, domethënë përveç ndjenjes së çrregullimeve të ritmit, atyre që ne gjuhën mjekësore i quajmë palpitacione, kanë edhe simptoma shoqëruese dhe para gjithash nëse pacienti ka pas humbje të ndjenjave, ka pas ndjenjë të fiktit. Pra nëse pacienti është rrëzuar në kuadër të këtyre çrregullimeve të ritmit, atëherë ka gjallë që të mshefet një patologji më serioze e ritmit në raport me ata që nuk i kanë këto simptoma, dhe këta pacientë duhen patjetër të vizitojnë kardiologun dhe specialistin e ritmit, ose kur këto çrregullime të ritmit shoqërohen me uljen e tensionit, me marramendjen, me zbehje djersitje, me shenjat e frymëzanjes, pra
mund të paragjykohet se mbrapa kësaj simptomatologjie më komplekse mundet me qëndru një sëmundje më serioze, që mund të jetë thjesht çrregullim mirëfilli vetëm i ritmit, apo mund të jetë çrregullim i ritmit në kuadër të një sëmundje tjetër, siç e potencova edhe më herët.